Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjaltë dhe kanell, receta që i ka habitur të gjithë, ja problemet shëndetësore që trajton. Mjalti me kanellën janë përdorur që shekur më parë si ilaç i fuqishëm natyral. Ato përveç se përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm, parandalojnë sëmundje të caktuara dhe mund të përdoren edhe për çështjet estetike si flokët dhe fytyrën. Juve do t'ju duhet një lugë çaj mjaltë dhe kanellë në ditë për të trajtuar këto probleme shëndetësore. Trajton infeksionet urinare. Nëse vuani nga infeksionet urinare, përdorni këtë ilaç natyral. Një lugë mjaltë me kanellë treteni në një gotë ujë të vakët dhe pijeni në mëngjes. Kjo përzierje do t'ju ndihmojë që të shkatërrojë bakteret të cilat gjenden në fshigës. Parandalon sëmundjet e zemrës. Një lugë çaj mjaltë dhe kanellë estëll në mëngjes do t'ju ndihmojnë që të parandaloni sëmundjet e zemrës dhe do të parandalojnë ndonjë atak kardiak të mundshëm. Ul nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Nëse vuani nga kjo sëmundje, përzieni një filxhan me mjaltë me 2 lugë kanellë dhe hidheni në një shishe me ujë. Pijeni më pas ujin me mjaltë dhe kanellë gjatë ditës. Trajton gripin dhe të ftohërën. Mjalti me kanellë ju rritë gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Nëse jeni të prekur nga gripi apo të ftohërat, atëherë konsumoni 3 herë në ditë një lugë nga kjo përzierje. Lehtëson në dhimbje dhe artritin. Lehtëson gjithashtu dhimbjet e dhëmbit. Aplikoni një pastë me mjaltë dhe kanellë në dhëmbin që ju dhëmb. Përveç se do të qetësoj dhimbje, do të parandaloj infeksionet dhe njëkohësisht inflamacionin. Nga ana tjetër, mjalti dhe kanella janë përdorur dhe janë të njohur për vetitë e tyre të jashtëzakonshme dhe të dobishme mijëvjeçare. Këto produkte janë të rekomanduara nga mjekësia indiane dhe mjekësia tradicionale kineze. Mjalti nuk prishet kurrë dhe kanella 1000 vjet më parë ishte një dhuratë që një perandor mund të merrte. Tani ato janë të disponueshëm për të gjithë efektet dhe të mira që janë konfirmuar nga mjekësia dhe shkenca. Kombinimi i mjaltit dhe kanellës është më i dobishëm dhe i shijshëm. Këtu ne do të mbledhim disa nga vetitë e dobishme të këtij kombinimi të shëndetshëm, të cilat do t'i ndajmë me ju. Radikalet e lira oksidohen në mënyrë agresive dhe shkatërrojnë qelizat e trupit. Kjo çon në një plagje të parakohshme dhe sëmundje. Antioksidantët neutralizojnë radikalet e lira dhe ngadalsojnë këto procese. Mjalti gjithashtu përmban edhe fenole, enzima, flavonoide dhe acide organike. Të gjithë këta janë antioksidant të fuqishëm dhe studimet kanë treguar se shumë nga këta element janë të pranishëm veçanërisht në varietetet e mjaltit të errët. Kanella gjithashtu përmban shumë polifenole të cilët kanë element të pranishëm veçanërisht në varietetet e mjaltit të errët që janë antioksidant të fuqishëm. Në një studim, kanella doli në krye mes 26 erëzave për sa i përket numrit të antioksidantëve, duke i lënë pas dhe hudhrën dhe limonin. Mjalti dhe kanella ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, shkaku më i zakonshëm i vdekjeve në botë. Mjalti rrit qarkullimin e gjakut në zemër dhe përpasoj zgjeron gjithashtu arterjet. Antioksidantët që përmban ndihmojnë edhe në parandalimin e formimit të mpikses së gjakut, të cilat shpesh çojnë edhe në goditje në tru. Kanella ul kolesterolin e keq dhe rrit kolesterolin e mirë. Shtoni disa lugë kanellë dhe do të shikoni se kjo përzierje së bashku me mjalti, nëse do të hahet në mëngjes me një fet bukë ose bukë të thekur dhe biskota, do të ofrojë përfitime të mëdha për shëndetin. Si mjalti, ashtu edhe kanella kanë efekt antibakterial dhe kombinimi i tyre mund të përdoret jo vetëm për të ftohtin e zakonshëm,
por edhe për sëmundjet e tjera infektive, si infeksionet në veshka dhe fshigës. Mjalti është një antibiotik natyral që nga kohërat e lashta është përdorur për dezinfektimin e plagëve. Ai gjithashtu vret mikrobet dhe kjo ndodh përmes proteinës dhe enzimës glukozë oksidaz. Kanella ka veprim antibakterial, antifungal dhe antiinflamator. Kanella gjithashtu përmban edhe substancë unike, aldehidin e kanellës, e cila është përgjegjëse jo vetëm për aromën karakteristike të kanellës, por edhe për dobitë e saj të dobishme. Do të humbisni në peshë më shpejt. Në qoftë se qëllimi juaj është që ju të keni një trup të hollë dhe tashmë jeni duke ushtruar ose duke ngrënë siç duhet, atëherë kombinimi i mjaltit dhe kanellës mundet që t'ju ndihmojë të humbisni në peshë më shpejt. Është më mirë të zëvendësoni sheqerin me mjaltin. Konsumimi i mjaltit në mënyrë të moderuar do të zvogëlojë numrin e kalorive që konsumoni. Përveç kësaj, sheqeri i rafinuar shkakton edhe një rritje të mprehtë të glukozës në gjak, e cila nga ana tjetër shkakton një rënje të mprehtë të glukozës. Tranzicionet e glukozës çojnë në qëndrueshmëri emocionale dhe, për më tepër, në zhvillimin e pajustifikuar të insulinës. Në të kundërt, mjalti absorbohet dhe ngadalë ai rrit qarkullimin në gjak, mirëpo nuk ka një rritje të papritur të insulinës. Kanella ul nivelin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu rrit ndjeshmërinë ndaj insulinës, e cila është përgjegjëse për metabolizmin. Kështu ajo ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit të glukozës dhe gjithashtu shndërrohet në energji dhe jo në yndyrë. Kur ta pini? Pini një gotë ujë me një lugë mjalt dhe një lugë kanellë gjysmë ore para mëngjesit dhe gjysmë ore para se ju të flini. Nivelet e larta të sheqerit në gjak munden të çojnë në shumë sëmundje, si për shembull edhe diabeti. Është treguar se mjalti ul nivelet e glukozës. Mjalti përbëhet nga 17% ujë, pjesa tjetër janë sheqerna, duke përfshirë kështu glukozën dhe fruktozën. Ato përthithen lehtësisht nga trupi, pa shkaktuar edhe rritje të sheqerit në gjak, ndaj diabetikët munden që të hanë mjalt. Kanella gjithashtu ul nivelet e sheqerit në gjak. Këtë e dëshmojnë studimet e kryera nga vullnetarë të shëndetshëm dhe personat me diabet. Sigurisht nuk është një ilaç, por ajo funksionon si një shtesë diete. Mbani në mend se mjalti i tregut shpesh hollohet me sheqer, miell dhe me niseshte. Prandaj ju duhet që të blini mjalt nga shitësit e duhur dhe është mirë që të përdorni mjalt të papërpunuar. Mos blini pluhur kanellë, por shkopin kanelle. Kjo e bën më të lehtë dallimin e kanellës së vërtet. Gjithashtu, është konstatuar se përzierja e mjaltit me kanellë shëron shumë sëmundje. Pacientët që vuajnë nga sëmundja e artritit munden që ta marrin këtë ilaç çdo ditë në mëngjes dhe në mbrëmje. Një gotë ujë të nxehtë me 2 lugë mjalt dhe 1 lugë çaj me pluhur kanelle. Nëse atë e marrim rregullisht, edhe artriti kronik mundet që të shërohet. Infektimet: merrni 2 lugë gjelle me pluhur kanellë dhe 1 lugë çaj mjalt dhe vendoseni ato në ujë të vluar ose të vakët dhe pijeni atë. Ajo përzierje i shkatëron mikrobet të cilat gjenden në fshikëzën e urinës. Dhimbje dhëmbi: përgatisni një pastë nga 1 lugë çaj pluhur kanellë dhe 5 lugë çaj mjalt dhe vendoseni ato në dhëmbin që ju dhëmb. Kjo procedurë mundet që të aplikohet 3 herë në ditë derisa të ndalet dhimbja e dhëmbit. Mirëpo duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!